7 thënie të pavdekshme nga Sokrati për ngritjen personale dhe përmirësimin e vetëvetes. Sokrati, një nga filozofët më të njohur të Greqisë antike, ka lënë një trashëgimi të thellë të mësimeve që lidhen me zhvillimin personal dhe introspeksionin. Ja disa nga citatet e tij më të njohura, të cilat ofrojnë mësime të rëndësishme për jetën dhe përmirësimin e vetëvetes. 1. Jeta pa shqyrtuar nuk ja vlen të jetohet. Ky citat është një nga më të njohurat dhe më të rëndësishmet e Sokratit. Ai na kujton se një jetë pa reflektuar është një jetë që humbet kuptimin dhe drejtimin. Vetë reflektimi është thelbësor për zhvillimin personal dhe për të jetuar me qëllim. Pa një shqyrtim të thellë të mendimeve dhe veprimeve tona, ne nuk mund të arrijmë një jetë të kuptimt dhe të plotë. 2. Njihe vetëveten. Ky parim, edhe pse jo gjithmonë i cituar në mënyrë të drejtpërdrejtë nga Sokrati, pasqyron thelbin e mësimeve të tij. Sokrati besonte se njohja e vetëvetes është çelësi i mençurisë dhe rritjes personale. Vetënjohja na mundëson të kuptojmë dobësitë dhe forcën tonë, duke na ndihmuar të bëjmë zgjedhje më të mençura dhe të arrisim potencialin tonë. 3. Urtësia e vërtetë vjen te secili nga ne kur kuptojmë se sa pak dim për jetën, vetveten dhe botën përreth. Ky citat thekson rëndësinë e përullësisë dhe të kuptuarit të kufizimeve tona. Sokrati na inkurajon të pranojmë që njohuritë tona janë të kufizuara, dhe kjo përullësi është hapi i parë drejt së vërtetës dhe urtësisë. Kur pranojmë se nuk dim gjithçka, hapemi për të mësuar dhe zhvilluar më tej. 4. Unë nuk mund të mësoj askujt asgjë. Unë thjesht i bëj të mendojnë. Sokrati besonte se mësimi më i mirë nuk është ai që i ofron dikujt, por ai që ndihmon dikë të arrijë vetë të vërtetën. Ai përdorte metoda të tilla, si pyetjet dhe dialogje për të nxitur reflektim dhe mendim kritik të tjerët. Kjo qasje nxit vetëkërkim dhe zhvillim intelektual. 5. Kujdes nga fatësia e një jete të zënë. Sokrati paralajmëron kundër jetës që mbushet me aktivitete të panevojshme dhe shpërqendrime. Ai besonte se për të arritur rritjen e vërtetë, duhet të përqendrohemi te ato gjëra që janë më të vërtetë të rëndësishme. Jetesa me qëllim dhe përkushtim është ajo që sjell progres dhe zhvillim të vërtetë. 6. Sekreti i ndryshimit është të përqendrosh gjithë energjinë tënde jo në luftimin e së shkuarës, por në ndërtimin e sëres. Ky citat pasqyron filozofinë e Sokratit për të kaluar përpara dhe për të bërë ndryshime të dobishme në jetën tonë. Ai nxit të mos ngelim të ngojuar pas dështimeve të së kaluarës, por të fokusohemi në mundësinë që paraqiten përpara nesh. Vetëm përmes veprimeve të menduara në të tashmen mund të ndryshojmë dhe të përmirësojmë jetën tonë. 7. Një njeri i ndershëm është gjithmonë një fëmijë. Ky citat tregon për rëndësinë e thjeshtësisë dhe autenticitetit. Sokrati besonte se njerëzit duhet të mbajnë një qasje të sinqertë dhe të hapur ndaj jetës. Ai lidh dashmërinë me kurreshtjen dhe pasionin për të mësuar, duke inkurajuar që të mbeten të pastra dhe të pavdekshme në të menduarit e tyre. Sokrati përmes këtyre thënieve të tij ofron një udhëzues të jashtëzakonshëm për zhvillimin personal dhe përmirësimin e vetvetes. Ai na fton të reflektojmë për jetën tonë, të përqendrohemi te ajo që është më të vërtetë e rëndësishme dhe të jemi gjithmonë të hapur për mësim dhe ndryshim.